Të nderuar, kam nderin që sonte para juve në emisionin me legjendat e sportit në televizionin Koha të prezentoj legjendën e vërtet të futbollit tetovar dhe ati shqiptar, trajnerin e futbollit i cili në karrierën e tij si trajner në ekipin e Shkëndijës ka të fituara 3 titujt e kampionit, ka të fituara 1 Superkup, 1 kup dhe 2 herë është kualifikuar në play-off në Ligën Evropa. Pra bëhet fjalë për Qatip Osmanin, legjendën e futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Që ato mirë si u gjetëm në hapësirat e shtëpisë suaj. Mirë se erdhët. Atëherë, fillimisht me pikat të shkurtër na thuaj kush është Qatip Osmani? Po jam një trener futbolli, ish futbolist. Mbas karrierës time si futbolist, me eksperiencën që e mora si futbolist, vendosa të bëhem trener. Kam u thequr disa ekipa në Maqedoni, në Shqipëni. Dhe me thënë, kur keni filluar hapat e para me futbollin dhe kush ishte iniciatori që ju? Hapat e para kam filluar në Kroaci, ku kemi jetu bashkë me familjen, atje jam lindur, atje kam krijt shkollën fillore dhe të mesmen. Kam filluar në klubin futbolistik Mladost Petrinja, e qyshin klubin. Sa i përket iniciativës, iniciativa ka lindur në mënyrë natyrshme. Iniciator kam qenë vetë. Sigurisht se inspirimi ndaj futbollit, ndaj disa persona të futbollit e kam bërë vetën, por kryesisht ka qenë pas kthimit nga Kroacia, ju fillimisht keni qenë pjesë e Teteksit, më duket në Sovjet. Po, në vitin 1990 jemi kthyer bashkë me familjen. Për shkak të ngjarjeve në Kroaci, fillim kanë qenë pjesë e Teteksit. Sa kohë ishit në Teteks? Në Teteks isha 3 vite. 3 vite? 3 vite. Pasaj, si që dini, në Shkëndi, 2 vite në Austri, 1 vit në Kosovë. Po, dhe më thënë, rrugtimi juaj në ekipin Kuqezi ka filluar pas kthimit prej Teteksit tek Shkëndia. Kush ju solli te skuadra Kuqezi dhe si u pritet nga kryesia dhe tifozët e atëhershme në ekipin e Shkëndijës? Iniciator kryesor ka qenë Dr. Albil Bexheti, ai ishte krijetar me, nëse nuk gaboj, ka qenë edhe Zotni Kabashi, Irfan Xhelili si sekretar. Edhe me ato bisedat të zhvilloheshin me këto 3. Dhe ishte një periudhë kur Tetova, Shkëndia, kërkon të bëhet një klub kvalitativ, klub i mirë, sepse mbas pavarësisë të Maqedonisë, Shkëndia në atë shtetin ishte ka qenë plot me problemet të shumta, me problemet të vetë. Dihen ngjarjet edhe të njëshit, andaj Këndi, ndalesa e klubit e Këndi. Edhe rikthimi i Shkëndijës ishte shumë e rëndësishme. Ju fillimisht që nga viti në sezonin 1993-94, kur Shkëndia ishte në Ligën e 3, edhe ju keni qenë pjesë e asaj koha. Në atë kohë, nga 34 ndeshjet e zhvilluara, Shkëndia ka pas 26 fitore, 4 barazime dhe 4 disfata. Me golaverash 90 me 19, do me thonë, kjo ka qenë një
një jehon e madhe e klubit, duke fituar 56 pikë dhe u kualifikuar në ligën e dytë. Ju në atë kampionat keni shënuar 34 gole, së bashku me Albert Haxhiun, i cili ka pasur 15 gole. Mbani mend cili ishte trener, Bergjesheu, ashtu. Atëherë na përshkruani ligën e tretë, atëherë se ka pas sfida mjaft interesante. Po, edhe kishte ekipa të mira, ekipa kvalitative, një ndër ato veçohi Fortuna e Hasanbegut, i cila luftonte me ne për himjen në ligën e dytë, por nuk ishte në atë kohë, nuk ishte interesante aq liga sa që ishte atmosfera në qytet. A bajsh mend atë atmosferë që u krijuar në stadiumin e qytetit, ku kishte mbi 20.000 tifos me sa duket. Po, kjo ka qenë me Fortunën. Me Fortunën, sigurisht se mba mend, ajo është një atmosferë e paharuar. Edhe mendoj se rezultati fituam ne 4-1, por ishte interesante se Shkëndia atë vit u denu, nëse zgaboj me 6 pikë ose me 9 pikë, edhe ishte shumë e rëndësi Shkëndia të fitoje ndeshjen në fushën e Gjelbërt, edhe të tregoje se ajo e ka vendin në ligën e dytë. Në ligën e dytë. E fituam ne atë ndeshjen 4-1 dhe vitin e ardhshëm. Në ligën e dytë u kualifikuat në sezonin 94-95, Shkëndia 16 fitore, 6 barazime, 10 disfata, duke të bërë 54 pikë në pozitën e 4, golaverazhi 61-32. Trener Hisni Maxhuni, si kaluat atë sezon? Cilët ishin? 94-95, me Hisni Maxhunin, po. Po, me Hisni Maxhunin, nërsa kryetar Murat Kabashi, Ibrahim Murat Kabashi ka qenë atëherë. Të më thonë, ajo ka qenë një sezon mjaft i vështirë. Na thoni, diçka ma tepër për këtë sezon. Po ne atë vitë së në rritëm të kvalifikohen me një herë në ligën e parë, por në erdhë një trener i cili prun këtu mjaft novitete, sepse në ish shtetin, në ish Jugoslavina, ishte një trener i njohur bashkë me Tajet Shoshollin. Ndoshta, shiko, do të njerëzit këtë edhe të dinë se në atë kohë Shkëndis i bëheshin shumë padrejtësi, shumë ndeshje ne që i kemi lujt, që i kemi humb, ndoshta ka qenë për shkak edhe referimit, për shkak agresivitetit në fushat si misafir. Ashtu që me të vërtet ishte vështirë ajo kohë, flas për gjithë atë periudhën. Ndoshta deri vitin. Cilën ndeshje do ta veçoni në atë sezonin e parë në ligën e dytë? Shkëndia Raqinës, më duket apo? Mirë, Shkëndia Raqinës, por ndoshta më të vështira kanë qenë disa ndeshje tash edhe nuk më kujtohen mirë, me do ekipa më të vogla, me do në qytete më të vogla ku kishte hapësira më shumë për të bërë probleme, ashtu që ishte një kampionat i vështirë. Kampionat i vështirë, megjithatë në sezonin e ardhshëm 95-96, 30 ndeshje, 19 fitore, 6 barazime, 5 disfata, golaverazhi 64-23 me 63 pikë të bora, u kualifikohet në ligën e parë. Skënderionuzi me 20 gola ishte golashënues më i mirë, ndërsa që Tiposmani me 16 gola. Treneri i ekipit Semir Dauti. Atëherë cilët ishin vështirësitë më të mëdha në këtë kampionat? Pasi ka pas një ndeshje kur që Tiposmani është ndëshkuar edhe me karton të kuq. Po, kjo ka qenë kundër ekipit Shkëndisë Raqinës. Une
kthehesha prej një lëndimi i shpatullës edhe në lojë, filloi loja e bodha, ishte fillimi 15-20 minutë, sa më kujtohet. E bona një dribling ku referoi faul, por lojtari kundërshtar nuk u ndal edhe ra mbi shpatullën time, ku e lëndimi freskët më dhimbti shumë, edhe reagova në mënyrë instinktive, e largova atë, ndoshta në atë moment edhe dola pak pi kontrole, dola prej vete, referi më ndëshkoj direkt me karton të kuq. Ishte interesante se në bazë 15 minutave edhe nëse zgaboj Afet Gjeshari. Jo, Afet Gjeshari, Afet Kurtishi më duket. Pa. Një qendër sulmuesi ishte atëherë, edhe ai u ndëshku me karton të kuq, ashtu që Shkëndija luajti me dy lojtarë më pak pjesën e madhe të lojës, por megjithatë ja arriti edhe rezultati jetë 0-0. Edhe Shkëndija për herë të parë kualifikohet në ligën e parë. Po, ama më duket se kjo lojë nuk ishte ai vit që... Jo, nuk ishte ai vit që himbë që në ligën e parë. Por rasti ka qenë ashtu kartoni kartoni kuq, po. Në sezonin 1996-97, Shkëndija për herë të parë arrin të kualifikohet në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Vështërsitë atëherë filluan, dënimet filluan. Shkëndija 8 fitore, 9 barazime, 13 disfata, me golaverash 27-28, me vetëm 29 pikë, dhe me thanë sezoni pa në elitën e futbollit. Ju atëherë keni shënuar 9 gole, më duket, me sa duket mo, në elitën e parë, golin e parë e shënoi në ligën e parë. Në ligën e parë, po kundër Bellasicës, golin e parë e shënoi futbolisti nga Raqina, Jusufi. Igjet Jusufi. Igjet Jusufi, po. Po. Atëherë trenere kishe Ajer Shoshollin, me ndihmësin Uran Imerin. Atëherë në thuj magjërsisht këtu. Si i përjetohat këto ndeshje në ligën e parë, kur në shumë raste keni pësuar me rezultat shumë të thellë, dhe Pobedës, dhe Sileksit, dhe Vardarit e kështu me radhë. Po, kjo ishte viti parë në ligën e parë, megjithse e filluam mirë kampionatin. Fitoren e parë 2-1 ndaj Bellasicës, po. Edhe sigurisht se eksperjenca e bonte vetën, sepse ekipi atëherë Shkëndija prunë shumë lojtarë cilësor, dhe me thënë lojtarët më të mirë shqiptarë. Mirë, por ishim kretë shqiptarë. Niveli tjetër ishte i futbolit, kur në u dasht pak kohë për të adaptohua, ambientu në këto niveli. Rrethana, po. Pikërisht në atë sezon, ndodhi edhe një incident me Bregallnicën e Shtipit. Dhe me thënë, ku Shkëndija mori edhe të atë pjesën. Dopsit e veta atëherë filluan edhe... Kështu. Edhe vështërsit faktikisht filluan nga kjo ndesh. Në pjesën vjeshtore, më duket se me krijimin e pjesës vjeshtore, Shkëndija e mor, nëse zgaboj, vendin e 4, edhe ishte një pretendent për dalë në Europë. Nëse zgaboj, loja e parë ishte me Bregallnicën. Vetë fillimi lojës tregoj se... Diçka po zihet, a? Tregoj ose pa dyshim, sepse lojtarët e Bregallnicës hiten në lojë me një agresivitet, me një brutalitet, më mirë të thuhet, me një
provokim, ku referi nuk i ndëshkonte, edhe kishim një përshtypje se jo se nuk i ndëshkonte, por edhe u jepte një përkrahi. Në atë lojë u dënuan 4 lojtarë, treneri, edhe pat një dënim me një shumë të madhe të hollave, ku Shkëndijës i la bëgje pasoja, jo? 10 ndeshje i lutëm jashtë Tetovës. Dhe me thonë, mendoj se ishte, deri ato vite ka qenë ndoshta dënimi më i madh në Ligën e Maqedonisë. Pas si Shkëndija ra në Ligën e dytë, ju me sa duket u larguat dhe shkot në Austri. Po, atje ku qëndrohet një vetë. Këtë cili klub luajtë dhe si ka luajtë? Ishte një vend i vogël, Kundël, ishte një pjesa e Innsbruckit. Atje kam qenë 2 vite. Pastaj sërish u kthehet në sezonin 1998-99 te ekipi Shkëndijës në Ligën e dytë Perëndim, 30 ndeshje, 12 fitore, 6 barazime, 12 disfata, gol averazhi 70 me 44 dhe 42 pikë të tubuara. Gole shënues Qati Osmani me 18 gola ishin në atë kampionat. Pastaj Arsim Ibrahimi 13, Ilber Aliu 10, trener Ibrahim Luma. Më pas edhe Bilbil Sokoli dhe kryetar Nusret Alia dhe Sinan Idrizi në atë sezon. Shkëndija. Kjo është periudha 98-99. Në sezonin e parë nuk ishte. Sezonin pranveror, por atëherë ju... Por ishte një ekip shumë e re, ekip shumë e mirë, edhe mendoj se a dash të investohet ma shumë se ishte një generat shumë e mirë të cilët ma vonë dulën në sipërfaqe si futbolistë. Atë ko për herë të parë në gjysmë sezonin e ditë në krye të Shkëndijës erë Sinan Idrizi. Po. Edhe ati filloj një... Atëre ishtë moment kër u ktheva. Po atëre, si ndodhi për shembull që ndrimi i kryetarëve, ndrimi i trenerëve, si ndikonte në ekip të Shkëndija atë? Po sigurisht se çdo ndrim është e kak me ditela. Veçanërisht kur ndrohen neve, faktikisht ne si futbollistë atëherë, jo se nuk na interesonte udhëheqësia ose kryetari i klubit, por thash ishte një periudhë ku ne Shkëndijën e doshim, Shkëndijën e fortë, Shkëndijën që do vinë dhe shikojnë pjot shikues. Ashtu që neve si futbollistë ndoshta më me rëndësi ishte ndrimi i trenerave se sa ndrimet e kryetarëve. Ka pas periudha të rënda në atë kohë, periudha të vështira, ku jemi mundu të hapëm maksimumi edhe për shkak problemeve që i kishtë që përcjellshin klubin. Thash prapë se kjo është një klub i hekave, klub i cili në historinë e vete... Me vështërsi të mëdhaja ka pas. Në historinë e vete ka pas shumë probleme, por megjithatë ka mbijetu. Në sezonin 1999-2000, Shkëndija filloi të stabilizohet me Sinan Idrizin. Atëherë trener fillimisht ishte Edmond Miha, pastaj erdhi Zoran Smilevski. Megjithatë, Shkëndija në atë kampionat nga 34 ndeshje ka shënuar 24 fitore, 5 barazime dhe 5 disfata. Me golaverazh 97 me 20, do të thonë që ishte një punë e madhe dhe 77 pikë, me çka edhe siguroi kualifikimin në Ligën e parë për sezonin e ardhshëm.
Ndërsa gole shënues më i mirë ishte Qati Osmani, 27 golla, Vlatko Stojčevski 11 golla, Ismail Ismaili 9 dhe Ilber Aliu 8. Si komentoni ju këtë sukses të atij kampionati 99-2000, kur për herë të ditë Shkëndija siguroi kualifikim në ligën e dytë. Po më duket se Në ligën e parë faktikisht. po ishte një kampionat i suksesshëm, duket se në fillim ka qenë trener Bilbil Sokoli me ardhjen e Sinon Idrizit si sponsor, si kryetar të klubit, Edmond Miha e mrapa Smilevski, por me Bilbilin edhe me Mihën duket se nuk u kvalifikuam më njëherë vitin e parë, po këtë vit që përmendet ati ishte 99-2000 u kualifikuar. Smilevski më duket se ishte trener. Smilevski erdhi në pjesën e dytë të kampionatit, para praktikisht ishte Edmond Miha. Edmond Miha, para Edmond Miha ishte Bilbil Sokoli. E filloi në fakt përgatitjet i filloi Bilbil Sokoli, mrapa erdhi Edmond Miha. Po ishte interesant ajo periudhë se për s'pari herë në ekip erdhi një lojtar Maqedon. Deri në atë kohë nuk ka pas. Po Vlatko Stojčevski, Igor Frangovski, edhe një dy tjerë, që 4 vetë ishin, po për herë të parë ato. Po ishte interesant edhe e lujtëm shumë mirë atë kampionat edhe me merit mendoj se u kvalifikum në ligën e parë. Po, pastaj vjen sezoni 2000-2001. Sezoni 2001, Shkëndija nga vetëm 18 pikë ka fituar, ku arrin të 18 pikë nga 13 ndeshje, me 6 fitore, 7 disfata, për shkak të ngjarjeve, po nuk është realt kjo. Kjo nuk është realt, tamam, nuk është realt kjo. Pikat sepse u ndal Shkëndija bëj loja nuk e luajti. 26 ndeshje, ka zhjuar 8 fitore, 1 barazim, 16 disfata, dihet e situata si ishte. Faktikisht ishte çdo gjë e përgatitur që Shkëndija të largohet nga garimi, nuk mund të luante në Tetov, të gjitha ndeshjet duhet të luajnë jashtë Tetovës në atë situatë të tillë. Ju si ndjeshi në ato ndeshje që i keni zhvilluar, se ka pas disa ndeshje, si me sa duket, në mars, pikërisht në 14 mars, ju keni pas një ndeshje me Vardarin në Shkup. Na përshkruni pak këtë atmosferë që i ndodhi atëherë. Po një e morëm vesh në autobus, faktikisht se ka diçka. Me Tetov, ne ishim në udhëtim për në Shkup, por e mbaj mend ato ngjarjet sepse luishin moshet e reja në Shkup, nisoj me Vardarin, atëherë ishte protokolli i garave ishte ashtu ku para ndeshjes juniorët luhen në ekipë e parë dhe juniorat duhet luheshin, edhe ato patën probleme, patën edhe probleme fizike, jo vetëm brenda në fushë, po edhe jashtë ku kishin ardhur edhe prindit të shikojnë fëmijët e vet. Edhe nuk ishte një periudhë mirë, edhe si përfundendesh? Mos thom ishte një brengosje për ato fëmijët që luishin, a du ndodhja diçka. Edhe frikë, normalisht. Ishim tritur edhe prap vetën din të mbrojsh, por më shumë ishim brengosur për fatin e atine, por me gjithat pat disa probleme, pat disa sulme fizike, por erdhen... Intervenime ka pas edhe nga jashme, se duket më... Po, edhe u këthin mirë, ashtu që... Rezultati si ishte përfundimtar? E humbëm në atë lojen. Qëto, pas këti rasti, pas këti vendimi, kur Shkëndija në sezonin e ardhshëm, u desht që të jetë jashtë garave, për shkak të situatës, Qati Osmani angazhohet në Kosovë. Si kaluat në Kosovë? Po... Në dritën e Gjilan, nëse duket të shumë. Po, angazhovan një vit, derisa Shkëndija nuk luajti. Unë kisha edhe në atë kohë kisha disa oferta për të luajtur këtu, të vazhdoj në Maqedoni,
por nuk deshta për shkak se Shkëndijës ju premtu se 2001 nuk do të luje, por do të kthehet prap në atje ku e ka vendin. Në ligën e parë Maqedonisë, ajo mbas konfliktit nuk ndodhi, Shkëndija garoi në ligën e dytë. Po, edhe atë kaloi në sezonin 2002-2003 në ligën e dytë, u kthye atëherë. Sa i përket Kosovës, kalova një vit shumë të mirë, shumë të bukur në ekipin e Dritës. Edhe sot e këtë ditë kur shkuj në Gjilani, kom shok, kom bashkëlojtar që kemi luajtur. Keni lënë përshtypjet jashtëzakonshme atje si lojtar. Po, kishim ekip. Me një ndër ekipat më të mira ishin atë kohë në Kosovë. Por në sezonin 2002-2003 që ati Osmani përsëri të Shkëndija dhe përsëri fillojnë sukseset. Pasi nga 35 ndeshje të zhvilluara keni shënuar 20 fitore, 5 barazime dhe 10 disfata me golaverazh 69-40 dhe 65 pikë të fituara në pozitën e 4. Gola shënues, atëherë së bashku keni qenë me Argjend Beqirin, Argjend Beqiri gola shënues më i mirë me 24 gola, ndërsa që ati Osmani në vendin e ditë me 18 gola. Trener Zoran Smilevski dhe e më pas edhe Medin Zhega. Po. Po. Po nuk arritëm atë vit të kthehena me njëherë, por Sinon Idrizi si krijetar, si sponsor i klubit të mundu të bëjë një ekip të fortë, ardhja e Argjentit e tregon kot, por për fat keq nuk arritëm të him me njëherë në ligën e parë. Edhe pse ju e përmendet vendin e 4, po më duket se ishte ajo diferenca shumë e vogël ndërmjet vendit parë edhe vendit 4. Niansat, mendoj se golaverazhet apo niansat e pikëve më duket se vendosen për që ne nuk arritëm të kthehem. Atëherë ndodhen edhe ndryshime pas përfundimit të kampionatit. Sinon Idrizi për shkaqe objektive u largua nga ekipi. Në krye të ekipit për herë të parë vjen Samet Rasimi. Edhe ndërsa trener Buran Emërllaj, trener i skuadrës Buran Beadini. Për herë të parë vjen në ekipin e Shkëndijës si trener i parë, Buran Beadini, dhe në atë kampionat nga 32 ndeshje, Shkëndija ka pasur 19 fitore, 5 barazime dhe 8 disfata, golaverazhi ka qenë 69-24 me 62 pikë të buara, ekipi në pozitën e dytë dhe arrin të kualifikohet në elitën e futbollit të Maqedonisë atëhershme. Dhe si kaluat në ato momente, do të thënë, a kishit vështirësi, kishit? Po ishte edhe pse t'jemi të realt, kualifikimi i Shkëndijës në ligën e parë ka qenë më i lehtë se sa në sezonet tjera. Pasi në Federatën e Futbollit të Maqedonisë kishte edhe 4 shqiptarë të cilët sadopak i mbronin interesat e klubeve tona. Po, sigurisht se ndikoi ajo edhe në, por ishte Samet Rasimit u mundu prap të krijoja një ekip konkurrente, një ekip bindse e cila do të kthehet ekspres në ligën e parë. Mendoj se ja arritëm. Di vendet e para u siguruan, duket se edhe para kohe. Nuk më kujtohet cila ishte ekipa e dytë cila hini në ligën e parë, po një ndër kampionatet sa i përket futbollit, një ndër kampionatet suksesshëm të klubit. A keni evidencë gjithsej sa gola keni shënuar? Si ju me një rast keni përmendur se për ekipin e Shkëndijës keni shënuar mbi 150 gole.
Nuk e kam sakt këtë evidencën e të tregoj dritë. Nuk e kam vu shumë rëndësi këtij aspektit për shkak se jo për mua, po për secilin mendoj, tash flasë edhe pak në prizmën e trajnerit. Mendoj se lojtari kur hin në fush duhet shikojë ose pa ato aftësitë individuale që i ka duhet i përshtatet grupit, kolektivit, do me thonë klubit, edhe për mund ndoshta më me rëndësi ka qenë ekipi të fitoje. Në kohën më gjatë kam qenë në Shëndi. Por publiku ka prit golla nga qatoja. Por vin ajo vetë-vetiu, por mendoj se nuk duhet të hinsh në lojë për të shënu gol, po të hinsh në lojë për të fitu. Edhe atëherë vetë-vetiu do të vijë ai. Kur i keni zhvilluar ndeshjen e fundit në ekipin e Shkëndijës? Se ka qenë ky sezoni, por ndoshta e mbani mend se me cilën ekip? Jo, ndeshja e fundit ka qenë ky vit 2004-2005. Po? Nuk më kujtohet cila ka qenë, por e di se Shkëndija e siguroi himjen në ligën e parë, edhe isha i lënduar ballistët të bënë një fest. 15 vjetorin, me sa duket atë. Po, unë isha në bankinë. Nuk më kujtohet me cilin ishte kjo lojë. Jo, nuk më kujtohet. Pas asaj, ju në Shkëndi u emnuat si drejtor sportiv. Në fakt si drejtor sportiv edhe luaj, me sa me trasimin edhe luajsh edhe isha drejtor sportiv. Me Burhanin. A ju ka siguruar ekipi Shkëndijës një lojë lamtomirëse? Jo, lojë lamtomirëse nuk kam patur. Vetëm kam marrë një dhurat prej klubit, por lojë lamtomirëse jo. Kur Qatip Osmani e filloi karrierën e vetës si trajner? Në fakt, unë si trajner fillova si ndihmës në Renov, pastaj u theqja si trajner i parë dritën e Bogovinës, Lubodenin, edhe pastaj fillova me Ibrahim Osmanin si trajner kryesor fillova në Shkëndi. 2008-2009 fillohet, po. Si trajner Ibrahim Osmani unë isha... Po, ju e zaventësot, Ibrahim Osmani dha dorëheqje shumë shpejt, dha dorëheqje dhe prej ati filluan sukseset e Qatip Osmanit si trajner. 2008-2009 nga Liga e Dytë si kampion u kualifikut në Ligën e parë. Po, ajo ishte një periudhë kur unë, hajde të them, profesionalisht vendosa të mirëm me punën e trajnerit, edhe ekipin e mora në Ligën e Dytë, u kualifikum në Ligën e parë, edhe ishte interesante se prej kvalifikimit në Ligën e parë, Shkëndija me njëherë u bo kampion. Po, se si e përshkruni ato emocione, u bot kampion Ligën e Dytë? Po, kampion në Ligën e... Kualifikohi në Ligën e parë dhe përsëri bëhi kampion. Po. Edhe atë me një... Po. Me pik ndaj ekipit të ditë, 13 pik më duket me sejsh. Jo, di loja më duket se para ne vendosëm kampionatin, sepse ishte Metallurgi atëherë ishte... Po, ishte në formë, por kishte dallim. Por me gjitha të siguruam, ishte ajo ekipe e Shkëndis vinte prej Ligës Dytë. Po. Nëse nuk gaboj, në Ligën e parë vetëm një lojtar u largu, ai ishte Borone Murllahu. Po. Me 2 apo 3 përforcime, Shkëndija e bon shumë e fort. Shumë ekip konkuruse ku... Nebi Mustafi, në ekip, po. Po,
Ardian Nuhiu, Ilir Elmazovski. Ilir Ersen Sali. Dhe me thonë, disa emrat të njohur. Po. Edhe u kriju një grupe shëndosh, një grupe me Ferhan Hasani dilte atër në sipërfaqe. Edhe në vetë u fillimi i kampionatit të tregoj se Shkëndija e ka ekip të fort, ekip të mirë. Me njerëz të ri në krye të Shkëndijës, me Nuriman Shaqirin, i cili me Messi grupin të herë nga Austria, ata, të me thonë, a pritështi që Messi grupi ishte edhe në ligën e ditë. Atëherë qato, pra sezonin 2008, 2009 dhe 2009-2010 janë sukseset më të mëdhaja të ekipit të Shkëndijës, por edhe të Qatip Osmanit si trener i parë. Si ndihesh atëherë si trener kampion? Po sigurisht shumë i lumtur, shumë krenar. Siç e përmendet vetë, me thonë ekipi prej ligës D tipi me njëherë në ligën e parë, me njëherë u bën kampion edhe real ekipat, jo vetëm në Maqedoni, jo se nuk ka, po janë shumë pak. Ashtu që thash se ne përshkruash ndjenjat tona në ato moment, edhe mu si trener, po edhe futbolistët si fës, sepse ishin edhe atëre dulën në sipërfaqe si futbolist shumë kvalitativ, disa lojtar. Një ndër ato është edhe Buba Ferhan Hasani. Mohamed Husseini gjithashtu. Meti, po. Cilët ishin shumë të ri, e bajtën barën e madhe të kampionatit. Më kujtohet një moment kur në gazetën Fakti shkruajte se Shkëndija drejt titullit kampion që ata më kthehet. Mos, nuk jemi ne. Po, unë në kohë më kujtohet ajo, po nuk dujsha unë edhe pse ne mbas krijimit kë sezonit vjeshtor, neve që ne shprehëm atë kandidaturën për kampion edhe unë në ato momente si trener sigurisht se dësha të ruaj qetësinë. Frikesha të bëhet ndonjë eufori para kohë. Por ishte një eufori që nuk mund të ndalte askush, më duket. Po, nuk mund të ndalshë, por ekipin mundohesha të ruaj që mos në kapin ato emocionet negative të cilët të çojnë në rrugën e gabuar. Për që të reagova kështu. Si e priti opinioni, për shembull, një kampionat më përpara, 2008-2009 bëhet Renova kampion, skuadra e parë shqiptare që shpallet kampion në Maqedoni, me njëherë 2009-2010 edhe Shkëndija. Si u prit nga opinioni më gjerë? Shumë mirë, thash une. Ndoshta shumica e atinëve edhe nuk e kanë prit që Shkëndija në atë vit me njëherë të bëhet kampion, por neve në Shkëndi që ishim në atë kohë në Shkëndi, kishi planet tuja, sigurisht. Jo, Renova, kampionati i fituar prej Renovës, mendoj se në hapi sit, edhe në qëj pak të mendojmë të ndryshe se edhe ne mundim bëna kampiona, edhe me budget shumë më të vogël. Por motivi ishte jashtëzakonisht. Motivi një edhe dita në madhësia që e Shkëndia është ndryshe prej klubeve tjera. Megjithatë, ju jeni një kohë të gjatë në futboll, do të thonë edhe para vitit 2000 edhe pas vitit 2000. Do të thonë para vitit 2000 ka pasur kur Shkëndia ka qenë e ndëshkuar nga organet e Federatës së Futbollit me 10.000 euro, do të thonë dënime të mëdha, ndërsa pas inkuadrimit përfaqësuesve shqiptar në federat nuk ka pasur kështu dënime drastike. Po, flas unë atë kohën kur e përmend atë kohën e rond, pikërisht e kisha për kot, do me thonë kjo ka qenë deri vitit 2002, ku me të vërtet Shkëndijës të boshin shumë padrejtësia
disa padrejtësi ishin edhe banale, qesharake, përse dënohej Shkëndia. Kurse me ardhjen e përfaqësuesve shqiptar, u zbutej, edhe Shkëndia mrapa kishte disa loja ku pat prap. Ne, në futboll gjithmonë ka ashtu pak nëci, por jo në atë mas. Në mënyrë drastike nuk ka pas. Ju në atë vit patët fatin që për herë të parë të fitoni edhe Superkupën e Maqedonisë. Do të thonë që për herë të parë organizoheshi dhe për herë të parë e fitoi Shkëndia. Po ishte më rëndësi kundër Metalurgut. Kundër Metalurgut ishte më rëndësi ajo ndeshje sepse ne fituam kampionatin, por ndodhen disa largime. Opinioni jonë, por opinioni pala tjetër, i palës tjetër, shifshim se ju pengon. Në këtë sukses shikueshim pak me skepticizëm, patën fat Metalurgu nuk ishte, se Metalurgu ishte shumë me buxhet më të madh, shumë lojtarë të mirë murën, edhe ishte me rëndësi ne ta fitojmë këtë ndeshje për shkak këtij që t'va tregojmë se nuk është ashtu. Ne atë lojë luajtëm duket se fituam 3-1, edhe një lojë bindëse, edhe atu mendoj se ati e pan se Shkëndia me të vërtet me merit plot e fitoi kampionatin. Po në atë vit Shkëndia për herë të parë prezantohet edhe në garat evropiane. Në ligën e kampionëve luan me ekipin e Partizanit në Beograd. Por e veçanta e këtij momenti është se në preskonferencën para fillimit të ndeshjes, ose një ditë para fillimit të ndeshjes, me Partizanin, Qati Osmani flet në gjuhën shqipe në mes të Beogradit. Do të thonë, si reagueshin gazetarët sërbë në atë momente? Po, në konferencën zyrtare unë fola shqip, kisha përkthis, edhe mbas mbarimit kësaj konferencës mu afru një gazetar edhe në piti në një mënyrë ironike, se ti thot, për çka duhi përkthisi, sepse ti je lindur, je rrit në Kroaci edhe pse nuk fole sërbisht. Ja ktheva unë mrapa atij edhe sërbisht. I thash se unë the që një klub shqiptar, vetë jam shqiptar edhe e natyrshme është të foli shqip, pa fundi fundit unë do foli unë do foli ashtu unë si çdo. Po, gjuhën time, po. Si komentoni ndeshjen me Partizanin, tifozët, Grobari Grobari e Partizan, kur gjatë gjithë kohës kanë ofenduar, mirë po asnjëri nuk hudhi edhe një letër në stadium. Po siguria në atë ndeshje ishte shumë e madhe. Mendoj se prap tifozët e Partizanit janë toleru shumë edhe në atë ndeshje, sepse ato filluan me ato shamjet e veta, po. Shamjet, ato filluan 120 minuta kanë shajnë në këtë aspekt. Në nxemje tonë, por sa i përket atine gjyqjeve që ato patën duket një vit para një problem me një ekip të Francës, edhe ishin marrë masa shumë të repta për këtë ndeshje në përçat spat këso sot të fu. Tato, kur ke qenë më i lumtur në ekipin e Shkëndijës dhe më i zgjenjur? E fillim për kësaj ditës më i zgjenjur kam qenë, nëse ju kujtohet, loja fundit me Vardarin Shkëndijës i duhi
fitore për qitë në ligë. Loja mbaroi 1-1, ne pajkëm për ligë, Ndeshja në Strug? ndeshja në Strug, ishim dënume, përmendëm para, më lartë, përmendëm atë luajën me Bregalnicën ku ishte shkak që u dënuam. Edhe për ndonjëherë futbolli ashtu e ka, dominuam në atë ndeshje, fitojshim 1-0. Raste pjot, raste 100%, nuk e donte. Një gol pa lidhje Shajnovski, a? Po Shajnovski e dha një gol. Edhe e dini si ishte ki klub për mu, tash prej kësaj perspektive, Shkëndia të kishte jetë në ligë, do ishte krejtësisht tjetër Shkëndi. Për çatë ne si lojtarë më brenda, edhe maksimumin që tjesëm, se me të vërtet ne, përveç se ishim dënuar, ne kishim edhe shumë probleme tjera. 4 lojtarë dënuar, disa lojtarë, nuk do të vë përmendi emrat, Po. u larguan, se prej edhe me financat Shkëndia nuk ishte E sigurt. Kishte probleme atëherë, sepse dënimi thashe përmenda nuk e di çfarë cifre, por cifre shumë e madhe ishte, edhe ishte më e keqja se çdo të premte Shkëndisja që ishin një letër që duhet paguhet sepse e humbën ndeshjen. Nëse nuk i paguni dënimin, e humni ndeshjen. Dënimet në atë kohë kanë qenë drastike. E paguish mbas 3 muaj, mbas 6 muaj, mbas 1 viti, ai dënim. Por Shkëndisja bëshin kështu. Thash, disa lojtarë, nuk do të vë përmendi emrat, në atë kohë u larguan për Shkëndije për shkak finansave. Nuk kishin ato ndjenjat që kishim ne që jetëm në ekip. Qatip Osmani, pas 2-3 viteve, sërish kthehet në ekipin e Shkëndijës dhe sërish nis me titull kampion, me gara 17-18, po, me pjesëmarrje në Ligën Evropa. Si i komentoni këto suksese të mëdha? Për shembull, Qatip Osmani i kundërvihet një Genti, që është një... Jo, me Gentin nuk kam qenë, unë duket se ka qenë në Krapovici, me Milanin isha. Po, me Milanin, mirë, po, suksesi u arrit deri në play-off. Po. Si komentoni Qatip Osmani kundër Milanit, ku merr edhe një fanele të Milanit shpërblim me sa duket para fillimit ndeshjes në San Siro. Po. Jo, më pas keni pas edhe suksese tjera, keni fituar edhe një kup me ekipin e Shkëndijës. Si komentoni këto suksese? Qatip Osmani. Para se me ardh deri te kjo bisedë ose te këto fakte, në periudhën 2017-2018 veç e mur Shkëndijën e ma pare kishte një kompani e sukseshme, një familje shumë 2013-2014 pa ekologu. Edhe Shkëndia mur një pamje krejtësisht imazh tjetër, një ekip stabile me sponsor të fuqishëm. Por nuk duhet të harrohet edhe puna e këtine krijetarëve të maparshëm, të cilët me vështirësitë e veta, me problemet e veta, që kanë ndaj nga goja e vetë për të ndihmuar Shkëndijën. Po. Tash në ki klub sigurisht se njerëzit kanë hub para, kanë qenë në përburgje, nuk duhet ato të harrohen. Me ardhjen e ekologit, thash, Shkëndia u ringjall faktikisht. Një ftyrë tjetër, edhe këto probleme që i përmendëm unë edhe ti tash nuk ekzistojshin më. Por tamam ishte një klub i cili ishte çështje kohe kur do bëhet një klub i parë në Maqedoni. 2017-18 unë erdha mbas
Mbas një humbje në kup me Pelisterin. Me Pelisterin, humbi kupin, në Strumic u zhvillova. Po, Shkëndi, edhe problemin më të madh në atë kohë, me penalti, po. E gjetëm një atmosferë jo bashkë mirë, edhe në duhi pak kohë të kthim atë atmosferën, sepse mbas nesh prape përmendi ishte një sponsor i fuqishëm i cili nuk lejonte të na mungoje asnjë sent. Edhe për fatin tonë u kriju një ekip e cila i thikit rekordet e kampionateve në Maqedoni. 35 pikë diferencë në krahasim me shumë një kampionat i cili do të mbahet mend jo vetëm për Shkëndin, por edhe më gjohë. Shkëndia në asnjë moment nuk e vun dyshim kampionatin, pa edhe kupin. Ashtu që një kampionat i cili do t'jese në historinë e klubit si kampionat ma i suksesshëm. Po neve nuk e kemi haruar, se Qatip Osmani ka qenë disa sezone edhe treneri pari i klubit të futbollit Renova, ku edhe ati ka pasur suksese. Po edhe gjë, megjithse në atë kohë objektivat e Renovës kanë qenë ndryshe, objektivat e Shkëndijës kanë qenë ndryshe, por kalova një periudhë shumë të mirë. Unë si trener, sigurisht se treneri e kërkon në një klub ku ka harmoni, ku ka atmosferë të mirë. Klub, ndoshta unë si treneri ri në atë kohë, më duhja i klub i cili nuk ka objektiva të mëdhoja, por megjithatë Renova jo se nuk kishte objektiva të mëdhoja, por ishin objektiva të realta. Edhe ne u kvalifikuam edhe në Evropë, krijuam një ekip të mirë, ekip të shëndosh, edhe ishim si ekip konkurruese për kreun e tabelës. Keni qenë trener edhe të Shkupi, Vllaznia e Shkodrës dhe së fundit edhe të Struga Trimblu. Po janë periudat shkurta në të tre klube që kam qenë. Kam kalu, disa klube kam kaluar mirë, por me disa klube kam qenë edhe i zhgënjur. E dini si është kjo puna jonë. Rezultatet të mbahen, rezultatet ne trener të largojnë. Ne shofëm momentin, ose pa ndinë momentin kur duhet të largohesh. Për disa klubeve jam largu me merit. Nuk kom pas rezultate dhe ati nuk ka fjalë, duhet të largohesh. Por në disa klubeve, mendoj se rezultatet kanë qenë, kemi qenë kemi qenë brenda objektivit, edhe janë periudat vështira për trenerin, por megjithatë jeta vazhdon, duhet të shikojsh para, të punojsh. Qato, sipas juve, cili është futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave në ekipin e Shkëndijës? Shumë pitjeronët. Jo pitjeronët për shkak se çdo generat e Shkëndijës ka pas një lojtar i cili Atëherë na përmeni 3, 4, 5 futbollistët më të mirë. Mendoj se nuk është e mirë se thash se çdo generat i ka pas e dita edhe periudhën. Për shembull, unë kur kom lujt, edhe tash kur luajt është krejtësisht ndryshe. Mendimi i lojtarëve është ndryshe prej asaj kohës ne kur kemi luajt. Menira e stërvitjeve është ndryshe, ashtu që thash. Kushtet janë ndryshe. Kushtet janë ndryshe, ashtu që është e rëndë nuk duhet veçoj dhe njëm konflikt mos haroj dhe njëm. Po, trener më i mirë pas Qatip Osmanit, se më i mirë jeni ju.
Cilin trener tjetër do ta veçanit? Shkëndia ka pas shumë trenerë të mirë. Unë më mirë kështu dhe kësha veçu prapë përsëris. Shkëndia ka pas trenerë të cilit edhe në ish Jugoslavin kanë pas rezultate të mira, në kampionatin e Shqipënis kanë pas të mira, në kampionatin e Kosovës kanë do me thonë për Shqipëni e Kosovë, kemi pas trenera, por në kohën e sotshme unë dhe e kësha veçu Ilir Daja, sepse shumë boni me Ballkanin, disa herë kampion në garat evropiane, diherë hini në grupa, ashtu që mendoj se Ilir Daja... Cili është mendimi i Qatip Osmanit për lojtarin e 12 të ekipit të Shkëndijës, ballistët? Kur përmendet Shkëndija, përmenden edhe ballistët. Janë tifoz të Shkëndijës me një pasion, me një përqendrim ndaj klubit. Lojtari 12 i klubit, të cilët din të krejojnë një atmosferë të paharruar. Klubin asnjëherë nuk e kanë lënë në plon ditë, por çdo herë pa marrë parasysh të rezultatit kanë ditë atje, dhe mendoj se janë një faktor kiç. Dhe me thonë, pa ballist nuk ka Shkëndi. Ose nuk është interesant ndoshta edhe Shkëndia, ndoshta një faktor kiç për sukseset e Shkëndijës. Pas gjithë këtyre sukseseve që keni arritur si trener, a keni pasur ofertë që të jeni ndonjë seleksionues, ndonjë grup moshe në reprezentacionin e Maqedonisë, apo Zavendës, apo... Jo, nuk kam pas. Nuk e pas. Për sukseset të futbollit, të klubit të futbollit Shkëndija, ju jeni shpallur trener më i mirë i vitit kur? Kam qenë, diherë jam shpallur, 2010, 2017, nuk e di edhe pse 2018, 2019 nuk u shpalla. Nuk u mbajt. Apo nuk kujtohet, por diherë jam shpallur. Dhe ndihesh krenar ma atë që... Sigurisht se ndihem krenar. Si ka përjetuar familja juaj angazhimet e tuaja me klubet të ndryshme? Larg shtëpie, mungesa? Po, sigurisht se familjen e kam pas çdo herë për krahje të madhe, edhe si lojtar, po edhe si trener. Këto vite, edhe si lojtar, po edhe si trener, përveç në të momentet të vështira, më e mira ka qenë ti drejtohesh familjes, mos e hapish problemin jashtë, edhe ato shumë mirë e kanë kuptuar këtë gjë, edhe me të vërtetë e kam pas një krah motivues ku edhe kam vazhdu me punën pa marrë parasysh mos sukseseve, ato kanë qenë ato që më kanë drejtu. Kujt ja keni dedikuar gjithë këto suksese? Me ekipin e Shkëndijës, me klube tjera? Po jo vetëm unë, ne të gjithë më para duhet të faleminderojmë Zotit që na ka dhënë mundësi të kena sukses. Ja kam dediku familjes time, normal, por edhe bashkëpunëtorëve mi. Shikoni në futboll, nëse nuk i kje bashkëpunëtorët e mi, nuk mund të kjesh edhe rezultate. Gjithmonë qato bashkim? Shiko, ati nuk ka qenë vetëm qato bashkim, po edhe tjerë, po. Gjatë ko jemi bashkë edhe si futbolist para, por kanë qenë ati edhe Eron Selimi, Metin Dali, Samet Zendeli, do me thonë,
krejt ato janë pjesa e suksesit tim. Po. Që ato, një pyetje që kështu pak private. Pasardhësi juaj vazhdon me futboll apo jo? Flasim për djalin. Për djalin, po. Jo, ajo ka zgjedh rrugën e vete, unë edhe s'kam dasht asnjëherë të ndikoj te ai se çfarë rrugë do zgjedhje. Megjithatë don shumë futbollin. Edhe thash e provoj disa vite lujti në Shkendi, por dini si, fëmijët mendojnë ndonjëherë se loja luhet prej dele në del. Ishte pak mbërziq, ashtu që e pa vetën se nuk është për futboll. Ku do ta shohim Qatip Osmanin në të ardhmen? Jo, nuk kam vendosur ende. Ende s'keni vendosur. Atëherë, çka ka fituar Qatip Osmani nga të gjitha këto sukseset në futboll për futbollin pos famës që ka arritur? Dini, kjo puna jonë është interesante. Është interesante sepse kje ndoshta direkt me jetën ka lidhje me jetën e përditshme. Më ka mësuar si të menaxhohen për shembull në momente të vështira në jetë. Të kanë mësuar se jeta nuk të jep ose pa nuk të jep çdo herë sukses, si të ballafaqohesh me atë stresin edhe si të biesh vendime kur je në presion, në momentet e duhura, a më me rëndësi është atë vendimin të marrësh të sakt, sepse thash është një punë më thëmë e vështirë, por është punë stresi ku ndonjëherë ekzistenca jote varet për një ndeshje. E fitove ndeshje jetë, e humbe ndeshjen shkove. Ashtu që janë periudha ku do të shikojsh para, ku dihet ti me veten tënde ta menaxhosh këtë situatë. Këto gjëra ti mëson sporti, futbolli. Edhe përvoja ashtu, normalisht. Sigurisht se me provojën vinë këto gjëra. Qato, mos vallë kemi harruar të o bëjmë ndonjë pyetje që ju mendoni se është mirë të dije opinioni për Qatip Osmanin. Po jo, pak e shumë mendoj se I kemi përfshirë të gjitha. Po. Atëherë, me që jemi ka fundi emisionit, cila është porosia e Qatip Osmanit drejtuar brezave të ri, të cilët duan futbollin, të cilët merren me futboll dhe të cilët punojnë për futbollin. Po porosia ime është të punojnë fort, të kenë disiplinë. Ndonjëherë ato idejat e atine, veçanërisht si trener, nuk do realizohen, duhet të gjinë shkakun, përse nuk realizohen, është mungesë e kvalitetit ekipi, apo ndryshe ti si trener, ke vendos të luish. Por, ndoshta më e rëndësishmja është duhet të kenë besim të vetvetja edhe mos dorëzohen, por vetëm të vazhdojnë të punojnë. Qato ishte kënaqësi që ishit pjesë në emisionin me legjendat e sportit në televizionin Koha të Tetovës. Faleminderit. Ishte imja, faleminderit për intervistën dhe u dëshiroj juve personalisht e televizionit tuaj suksese në të ardhmen. Faleminderit. Dërsa ju, teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit, natën e mirë dhe mirupafshim.